Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi ju. Allahu Azza wa Jall nuk na ka krijuar për të na ndëshkuar, por se na ka krijuar nga dashuria dhe prej dashurisë. Dhe si rrjedhoi, Allahu na ka dhënë gjithçka në shërbimin ton. Na ka dhënë mirësi të pafundme, që në fakt njeriu për nga natyra her pas here neglizhon, her pas here harron, her pas here nuk është i vetëdijshëm për këto mirësi që Allahu i ka dhënë. Prandaj kërkohet prej tij një menaxhim i mirë, kërkohet prej tij një vetëpërmbajtje, një mendje prehtësi. Dhe për të folur për këtë temë, kemi sot të ftuar në podcastin Porta e Mëshirës, Myftiun e Sarandës, zotin Bledar Mulla. Myfti, mirë se vini dhe faleminderit për kohën. Mirë se vjen. Allahu nderoft, shumë faleminderit dhe juve. Faleminderit juve që ndodheni me ne dhe menjëherë do doja të nisni me një, le të themi, pyetjen e parë, e cila është rreth përkufizimit. Çfarë është mirësia? Pra, sepse njeriu ndonjëherë disa gjëra i merr dhe të mirëqen dhe mendon që këto janë të mijat edhe unë i kam patjetër. Pra, çfarë është mirësia në vetvete dhe çfarë është mirësia në konceptin që Allahu xhelle xhelaluhu dëshiron që të na mësojë dhe të na edukojë? Atëherë, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E nisim siç na takon me emrin e Zotit të lartësuar. Edhe një herë tjetër faleminderit që na bëhet pjesë të kësaj mirësie, me që jemi duke folur rreth konceptit të mirësisë. Dhe lutim Allahun lartësuar që na përfshin mëshirën e tij. Më pëlqen shumë edhe si e keni quajtur dhe podcastin Porta e Mëshirës. Inshallah në të muajt begat Allahu të përfshin mëshirën e tij gjithë besimtarët, njerëzit e mirë, agjëruesit dhe gjithë ata të cilët realisht kanë kontribut në jetën e tyre. Të flasësh për mirësinë, me thënë të drejtën, është diçka e domosdoshme, diçka shumë edhe e këndshme për faktin sepse ne në çdo çast, në çdo moment jemi të zhytur në një apo në 10 apo 100 mirësi të Zotit të lartësuar. Dhe problemi është se në momentin që nuk njohim edhe bëre shumë mirë që e fillove këtë bashkëbisedim me përkufizimin, sepse shumë prej njerëzve si thua me fjalë e vuajnë atë mosnjohjen e mirësive ose mosvlerësimin e mirësive edhe nga fakti që nuk njohin atë konceptin se çfarë do thotë mirësi. Dhe ndoshta dikush prej njerëzve koncepton dhe ngushton atë termin mirësi thjesht në atë aspektin material apo diçka të kësaj natyre. Mirësi ne mund ta përkufizojmë dhe themi është çdo gjë që njeriu i lipset, i nevojitet dhe është diçka e dobishme për të në aspektet jetësore të tij, në përditshmërinë e tij, që përfshin pasaj tërësinë e këtyre dobive që njeriu i përkasin, por njëkohësisht edhe të mirësive, dobive dhe përfitimeve të cilat ato do t'i shijojë derisa të takojë Zotin e lartësuar. Qofshin ato të dukshme, qofshin të padukshme, pavarësisht se ne ato i dallojmë apo jo. Pra pak a shumë çdo gjë për të cilën ne na nevojitet, na duhet dhe për të cilën ne na përkthehet në dobi dhe në nimet. Ky është pak a shumë edhe përkufizimi i mirësisë. Myfti, shpesh herë dhe e përmendëm pak ndoshta dhe përciptas, po janë disa gjëra që ne i marrim të mirëqena. Pra shëndetin, zgjimin në mëngjes, ngrysjen në mbrëmje, frymarrjen dhe çdo gjë tjetër. Pra ne i marrim të mirëqena sikur këto janë pjesë e pandashme e jona dhe janë e drejta jon, le të themi themelore. Si duhet të jetë raporti jon me këto mirësitë që ne kemi? Pra, dhe cila duhet të jetë vetdia e besimtarit, qoftë kjo edhe në aspektin e mirënjohjes të burimit nga vijnë mirësit, por edhe një shenjë falënderimi që është edhe element kyç në jetën e besimtarit. Edhe një prej situash mekasit apo synimeve kryesore që ka muaji begat i Ramazanit është që ne të na mundsoj që të vlerësojmë disa gjëra të cilat na janë bërë rutinë për ditëshmërinë tonë. Si për shembull qoftë ajo kafshata, qoftë ajo hurma me cilën çelim iftarin apo një gotë me ujë. Në përditshmëri, në momentin që nuk jemi në Ramazan apo nuk jemi në agjërim, ne ndoshta nuk japim rëndësi kaq të madhe kësaj. Vjen muaji begat i Ramazanit kur ne na mungon për orë të tëra dhe themi subhanallahu, sa të varur jemi nga kjo gota me ujë, sa të varur jemi ndoshta edhe nga disa kafshata. Aty e kuptojmë realisht vlerën e disa gjërave. Pra, vlera e disa gjërave, disa prej këtyre mirësive apo të gjitha mirësive kuptohet o në momentin që i humbasim, jemi të privuar në momente të caktuara, pra ose kur ne arrim të meditojmë thellë, pra pas një hutimi të thellë, do të arrim të meditojmë thellë në vlerën dhe në mirësinë e këtyre gjërave. Prandaj një prej mesazheve kryesore të muajit begat Ramazanit është që ne të na përmendi pak, të na bëj pak më të vetëdijshëm, pak më të kthjellët, më vlerësues të mirësive të Zotit të lartësuar. Dhe këtu pastaj mund të kalojmë në disa hapa. E para dhe më kryesorja është duhet të dim burimin, nga burojnë mirësitë.
Dhe elhamdulillah Zotit që ne pasi na ka bërë rizq Zoti këtë Islam e kuptojmë që burimi i këtyre mirësive është prej Allahut të lartësuar. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo mirësi që ju e keni, e shijoni, jeni të mbuluar me ato, atëherë e keni prej Allahut të lartësuar. Po ashtu Zoti gjithsesi na ka kaluar në një stad tjetër ku thot wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pra për sa i përket burimit është prej Allahut të lartësuar. Pastaj për sa i përket numrit, atëherë nëse tentoni ti numëroni ato nuk mund t'i përfshini. Absolutisht nuk mund të t'i përfshi njeriu këto mirësi. Në momentin që njeriu pra arriti kuptoi që i ka të gjitha prej Zotit të lartësuar, dhe këto mirësi janë të panumërta, atëherë Allahu i lartësuar në mënyrë shumë edhe të bukur të mrekullueshme i ka klasifikuar disa si më të domosdoshme, më jetike se sa mirësi të tjera, edhe pse të gjitha janë të rëndësishme. Dhe këtu pastaj mund të hyjmë tek gjëra të cilat edhe ndoshta mund t'i trajtojmë çështjen pasaj të shëndetit e çështjen e kohës për të cilat edhe mund të flasim edhe në mënyrë më të detajuar nëse është nevojë. Në fakt pikërisht këtu do doja të ndaloja pak te koncepti i kohës. Është aq i rëndësishëm se Allahu xhelle xhelaluhu çdo adhurim e ka lidhur me kohën. Madje her pas here betohet për kohën. Por njeriu është i shkujdesur. Ndoshta pra një nga thënjet e famshme të Imam Shafiut është që nëse besimtarët do ta kuptonin siç duhet vetëm surën Asr, do t'i mjaftonte atyre sa për gjithë Kur'anin. Pra sa i rëndësishëm është menaxhimi i kohës. Pra menaxhimi i një nga vlerave më të rëndësishme, pra ndryshe ne mund të themi edhe këtë që koha është le të themi më kopratësi e mundshme. Çdo sekondë që kalon, çdo minutë që kalon nuk kthehet më mbrapsht dhe është një humbje e le të themi e jetës së njeriu, pasi edhe jeta e tij është në fakt pra një koncept kohe i shtrirë në një le të themi pak më gjatë. Dhe nga kjo fillojmë, se kjo është si thua me fjalë e ka përmbledh të gjithë me fjalë mesazhin këtë. Që në momentin që ne vetë djesohemi dhe bindemi që koha është jeta, pa jeta nuk është gjë tjetër, veçse koha e shtrirë, ajo koha që na ka dhënë Zoti i lartësuar në dispozicion, atëherë e kuptojmë se sa e rëndësishme është koha. Prandaj njeriu në varësi edhe të shfrytëzimit të kohës, të shfrytëzimit të ditës, të jetës, kupton edhe madhështinë e njerëzve, kupton edhe dimensionin e tyre në ambicie, në qëllime të larta që kanë. Pra nuk është e pamundur që të dëgjosh një njerëz me ambicie të larta që nuk e shfrytëzon kohën. Dhe është e pamundur që të dëgjosh një njerëz që do arrijë rezultate të larta në jetën e tij duke mos shfrytëzuar kohën. Është pak e vështirë për mos thënë e pamundur. Prandaj arrit i dallosh njerëzit në këto aspekte edhe në varësi të shfrytëzimit që i bëjnë kohës. Prandaj çdo çast, çdo moment është jashtëzakonisht e shtrenjtë dhe ne në momentin pastaj që shtojmë edhe faktin tjetër që është shumë i rëndësishëm, që me anë të kësaj kohe ne bëjmë përjetësinë. Kjo kohë është e përkohshme dhe duke qenë se është e përkohshme, e shton akoma më shumë rëndësinë dhe fakti që ne nuk e dimë se sa kemi në dispozicion. Se hajde dakord, mund të tregojmë të pavëmendshëm ose të shkujdesur në momentin që e dimë se sa afat kemi. Për momentin që nuk e dimë ende se sa kemi në dispozicion nga Zoti i lartësuar, ja shton akoma edhe më shumë rëndësinë kësaj çështje. Dhe me anë të kësaj kohe që e kemi në dispozicion, ne blejmë edhe përjetësinë, blihet edhe xheneti. Pra çfarë mbillet sot në këtë kohë, në këtë jetë, do të korret në botën tjetër. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme. Mifti, le të supozojmë që e kuptuam burimin, jemi në brendësi të këtyre mirësive. Profeti alayhi salatu sallam kishte një lutje që thoshte: O Zot, na mëson njohjen e mirësive me vazhdimsinë e tyre dhe jo me privimin nga ta, me mangësinë e tyre. Si duhet veprojmë apo çfarë duhet bëjmë që këto mirësi të jenë të vazhdueshme, pra që këto mirësi vazhdimisht të rrotullohen rreth nesh dhe ne të jemi të vetëdijshëm për to. Atëherë Allahu i lartësuar e ka përcaktuar dhe formulën. Dhe formula është hyjnore, elhamdulillah Zotit. E para punës ne duhet të ndihemi shumë të pasur në zemër dhe në shpirt. Pra nuk duhet t'i ankojmë Zotit të gjithësisë, sepse nëse na mungon diçka në një aspekt, jemi të mbuluar në aspekte të tjera. Dhe nëse na mungon diçka, ajo që na mungon mbase është hajër për ne. Pra në kuptimin privimi nga ajo mbase është hajër për ne. Ose duhet jemi shpresë plot, mendim mirë tek Zoti i gjithësisë dhe nuk duhet jemi të nxituar, mbase vjen në një moment tjetër kur është akoma më e mirë dhe më e dobishme për ne. Pra duhet jemi shumë vlerësues të mirësive të Zotit të lartësuar dhe ne duhet të kemi një qasje shumë korrekte me Allahun e lartësuar në mënyrën se si e besojmë, se si e adhurojmë, se si sillemi me Zotin. Allahu ka dhënë dy garanci në Kur'anin favullart. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli. Dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Një garanci është që Allahu nuk ja merr dikujt një mirësi që ja ka dhënë pa ndryshuar, pa tjetërsuar ai veten e tij.
Pra, pa bërë diçka jo korrekte apo diçka që nuk duhet. Kjo është garancia e parë. Që ne na shtyj, na nxit që ne të jemi të mirë në rrugë të Zotit, të mbar, të dëgjueshëm, besimtar, vepër mirë është një garanci që të na ruajnë këto mirësi. Dhe garancia e dytë është wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allahu qartazi ju ka lajmëruar, nëse ju jeni falënderues, Zoti do t'ju shtojë këto mirësi. I shton dhe një të tretë që është gjithçka që ju kontriboni dhe jepni në rrugë të Zotit, Allahu ju kompenson dhe ju shufishon. Pra nëse përqendrohemi thjesht te këto të trija, duke qenë shumë falënderues, duke qenë falënderues jo thjesht me gjuhë, por dhe me qenien tonë, dhe me sjellje, besimtar të mirë, të denj, por dhe duke qenë dhe duke shpenzuar dhe duke dhënë nga ajo që na ka dhënë Allahu i Lartësuar, duke bërë mirë, wa ahsin kama ahsana Allahu ilek, bëj dhe ti mirë siç ka bërë Allahu i Lartësuar ti mirë. Mendimin e Allahut të Lartësuar jo vetëm që këto mirësi nuk do të largohen, por vetë do të shtohen gradualisht. Një nga sfidat e kohës është edhe, le të themi, jetojmë në një kohë materialiste, ku individualizmi del në pa dhe del, le të themi, edhe në vijën e parë. Dhe sfidat e mëdha të besimtarëve, të hoxhallarëve janë edhe, le të themi, ajo lidhja midis brezave. Tani sfida e madhe është me brezin e ri. Si duhet t'i edukojmë pra brezin e ri, pra qoftë me menaxhimin e kohës, qoftë me menaxhimin e mirësive, pra dhe konceptin në tërësi, çfarë duhet bëjmë apo më saktë çfarë bëhet në tërësi, pra për t'i afruar të rinj që të jenë më të vetëdijshëm për këto mirësi që na rrethojnë. Me thënë të drejtën, po bëhet pak e vështirë. Po bëhet pak e vështirë për të transmetuar këto koncepte, këto kuptime, atë, si thua, për kufizimin e mirësisë. Se çfarë do thotë mirësi? Për faktin sepse jeta dhe përditshmëria është kaq shumë dinamike, dhe duke qenë se dhe rrjetet sociale i kanë përduar dhe bien në kontakt me lloj-lloj modelesh dhe me lloj-lloj, me fjalë, si thua, ofertash që ka sot me fjalë ky lloj tregu. Dhe në momentin që përpiqesh dhe ti transmetosh që prit pak se është pasuri dhe është thesar shëndeti, është pasuri dhe është thesar familja, është pasuri dhe është thesar etika dhe morali dhe besimi, është pasuri dhe është thesar i madh të qenurit larg problemeve, pra larg një shoqërie të keqe. Bëhet pak e vështirë, me thënë të drejtën, mirë, po në momentin që u sqarohet, u shtjellohen këto kuptime dhe këto koncepte, dhe sidomos edhe kur përballen me të kundërtën e këtyre, me thënë të drejtën, jo vetëm që bëhen të vetëdijshëm, por edhe kthjellohen në një mënyrë jashtëzakonisht të theksuar dhe i gjën ata shumë të vetëdijshëm në këto lloj kuptimesh. Ne kemi sfidë me këtë gjë, me thënë drejtë, për të transmetuar këto kuptime. Mirë, po elhamdulillah Zot, ne kemi të bëjmë me një shoqëri e cila është e zgjuar, është e mençur, me një shoqëri e cila elhamdulillah, falënderimi takon Allahut të Lartësuar, shoqëria jonë vazhdon akoma të jetë e rrënjosur në parime, në themele. Kemi një shoqëri dhe që është durimtare, mirënjohëse, mikpritse, dorë lëshuar dhe pra e kemi pak të vështirë, po jo të pamundur, për t'i transmetuar këto kuptime. Zoti na lehtësoft sepse është një sfidë e përgjithshme. Ndoshta duke qenë se jemi edhe në muajin e begat të Ramazanit dhe është një muaj me një kompleks adhurimesh në tërësinë e vet, le të themi, si do veprojmë, ose më saktë si duhet veprojmë pra për të shfrytzuar këtë mirësi që ne kemi tani, pra kohën që na ka dhënë Allahu, mundësinë për të adhurim, thirrjen për falje apo për shpëtim nga zjarri i xhenemit, që në fakt edhe kjo është një mundësi apo një begati që Allahu Azza wa Jall na jep. Çfarë tempoje do t'i japim edhe një herë më shumë ne, le të themi, jetës tonë apo përditshmërisë tonë në këtë ditë? Vallahi ne duhet shijojmë të gjithë përditshmërinë tonë në përgjithësi, ato tre mirësi të mëdha që pejgamberi alayhissalam i ka përfshirë në hadithin e mrekullueshëm, ku thot: kush gdhihet i sigurt në vatanin e tij apo në shtëpinë e tij, i shëndetshëm në trupin e tij dhe posedon riskun e ditës. Pra, furnizimin ai sa i nevojitet gjatë ditës është si ta ketë mbërthyer dunjan nga të gjitha cepat. Pra, ta ndiej veten pasanik. Dhe ne përderisa e kemi këtë liri, dhe kemi këtë siguri, dhe kemi këtë mirëqenie, dhe kemi këtë shëndet, pra gjithkusht prej nesh që e ka, dhe të falenderojmë Zotin e gjithësisë shumë, dhe ta shfrytëzojmë në përgjithësi për të bërë punë të mira dhe për t'i shijuar këto mirësi, dhe për ta falenderuar shumë Zotin në përgjithësi. Pastaj përderisa jemi dhe në finish, dhe jemi në ato metrat e fundit të kësaj maratone dhe jemi drejt finishit, 10 ditëshin e fundit të muajit begat të Ramazanit, akoma më shumë do të shfrytëzojmë, akoma më shumë do të impenjohemi
dhe sepse është një përgëzim i madh që ai i cili shfrytëzon atë segmentin e finishit, Allahu i lartësuar i fal ose i plotson edhe një shkujdesje, ndonjë mangësi që mund ta ketë lënë gjatë këtyre ditëve. Prandaj vetëm të kemi sikur të sjellim ndërmend faktin që bëhet fjalë jemi në kërkim të natës së Kadrit, të begatisë, të bereqetit, të shpërblimit të madh të natës së Kadrit, që është më e mirë se një jetë, një muaj. Me thënë të drejtën, do ta bëj akoma më shumë të përgjegjshëm, akoma më shumë të vetëdijshëm dhe të fillojmë dhe të bëjmë një analizë në veten tonë mendoj unë, çfarë kemi lënë mangët, çfarë mund të bëjmë më shumë, potencial kemi na ka dhënë Zoti i lartësuar, dhe në të gjitha aspektet kush ka mundësinë dhe kush e ka të obliguar të japë zakatin në këto ditë, në këto ne duhet të japë zakatin, kush ka mundësi të japë sadaka, të japë sadaka, kush ka mundësi dhe e shikon veten nevojtar për të pajtuar fillimisht me veten e tij, për të qenë i paq me veten e tij, pastaj me familjarët, me farefisin, me të dashurit, me të afërmit, është prej adhurimeve më fisnike që mund të bëhet në këto ditë dhe në këto net, pra të dhurosh paqe dhe të pajtohesh ndoshta me ata zemra që ndoshta i ke lënduar. Ti kërkojmë shumë falje Zotit të lartësuar, të përqendrohemi te Kur'ani fa më lart, pse jo ato namazet që i kemi bashkërisht, ato iftaret, ato sadakat, dhe me shpresë të madhe duat sa më shumë. Me shpresë të madhe që Allahu të na përfshijë në mëshirën e tij dhe në mirësitë e tij. Amin. Mifti, me që jemi pra tema jonë është për menaxhimin le të themi e mirësive. Një mesazh për të gjithë dëgjuesit, për besimtarët në tërësi, por ndoshta veçanërisht për ata që e përmendën pak më parë strese më të vështirë për të rinë tanë. Pra një mesazh ndoshta inkurajues ose një mesazh që le të themi të sjellë të bëjmë edhe një herë një meditim me veten tonë, pra si duhet sillemi në raport me mirësi që na rrethojnë çdo ditë. Atëherë, një pjesë të mesazhit thjesht po orientoj edhe për vetët tona, që në momentet e caktuara ndoshta mbijem edhe në graskën e pesimizmit, e humbasim diçka prej entuziazmit. Ndoshta në momentet e caktuara të projojmë me lakmin, ndoshta nuk kemi aq të kënaqur me atë çfarë kemi, aq sa duhet. Thjesht na lipset her pas here të vizitojmë spitalin. Na lipset na nevojitet her pas here të vizitojmë varrezat. Na lipset dhe na nevojitet her pas here, siç thot pejgamberi sa më shikoni ato shtresat të cilat janë poshtë jush. Kanë vuajnë, pra u mungojnë dhe elementet bazik të jetesës. Pra që nëse do të kishin këto që ne kemi, sot vallai do ndiheshin pasanik, do ndiheshin mbretër. Prandaj na duhet që në mënyrë me fjalë periodike ta kemi këtë ritual. Siç shkojmë në xhami, duhet të shkojmë edhe në këto vende. Pse? Sepse çfarë thot pejgamberi sa? Këto ju kujtojnë, bëjnë që të vlerësoni sa më shumë mirësitë e Zotit dhe të mos zbehen në zemrat tuaja. Shumë problem nëse zbehen. Kjo është e para. E dyta, ne Islami vërtet na thotë që të kënaqemi me këto mirësi që kemi, por kjo nuk na cënon ambicien. Të rinj tan, besimtarët, shoqëria jon, të rinj dhe të reja duhet të jenë të kënaqur me këtë gjë që u ka dhënë Allahu i lartësuar, të mos ankohen kurrë, të mësojmë që të jetojmë me pak, të kënaqur me atë që kemi, por me ambicie për të patur sa më shumë. Pra të kesh ambicie në jetë mund të bësh më i pasur, më i lumtur, me mirëqenien më të theksuar dhe më madhështore. Prandaj shikoni se si pejgamberi sa thotë, 4 janë prej kënaqësive të kësaj dhunjaje, prej lumturive të kësaj dhunjaje. Një shtëpi komode, e gjerë, e bollshme, një komshi i mirë, një bashortë e mirë dhe një mjet transporti i sigurt. Atëherë kanë patur kafshat, sot ne kemi makinat. Pra, në një farë mënyrë i nxit drejt mirëqenies. Dora e sipërme, ajo që është e sipërme është më e mirë se ajo që është poshtë. Dora që është sipër, që është lart, është ajo që jep. Prandaj ambicien ta kemi sa më të madhe. Mirë, po të kënaqemi me atë që na vjen, dhe të jemi të kënaqur me atë që na jep Allahu i lartësuar, sepse ajo është e mira, dhe ajo është hajër për ne. Dhe një mesazh tjetër, të përqendrohemi fort dhe te bereqeti, jo vetëm tek sasia, sepse ndoshta kemi pak si sasi, mirë po bereqeti është shumë i madh. Dikush ka shumë si sasi, mirë po me pak bereqet. Prandaj ti kërkojmë Allahut të lartësuar shumë bereqet, jo vetëm shumë sasi, por edhe shumë bereqet. Dhe një mesazh tjetër, po e përmbledh, është që mirësive të Allahut të lartësuar, gjitha këto mirësi që ne i shijojmë në përditshmërinë tonë, duhet të paguajmë taksën. Nëse është korrekte ky termin, duhet të paguajmë taksën. Kto duhet të përkthehen në devotshmëri, këto duhet të përkthehen në namaz, duhet të përkthehen në zakat, duhet të përkthehen në bamirësi. Duhet të shenjat e këtyre mirësive dhe të begative të Allahut të lartësuar, ne duhet të ndihen, duhet të jenë të dukshme. Prandaj në një hadith qudsi Allahu i lartësuar thotë inna anzalna al-mal li iqami s-salati wa ita'i zakati. Unë mirësinë dhe pasurinë
dhe bereqetet u zbres, u jap, u bëj risk në mënyrë që të vini në jetë të zbatoni, të falni namazin, të jepni zakatin, patjetër edhe të kënaqeni, të shijoni begatitë e Allahut të Rësuar, sepse Allahu i Rësuar për ne ka krijuar. Qul men harrama zinata Allahi allati akhrajaha li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Thot Allahu i Rësuar, askush nuk e ka tagrin që begatit, mirësitë që i ka krijuar Allahu i Lartësuar për njerëzit, askush nuk e ka tagrin t'u bëjë të ndaluara. Prandaj mendoj që nëse i kemi parasysh të gjitha këto, inshallah do të kemi një qasje korrekte me mirësitë e Allahut të Lartësuar. Fti, Allahu ja shpërbleft për kohën edhe për këshillat e fyera për të gjithë dëgjuesit tanë. Allahu shpërbleft dhe ju. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, kështu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. E lut Allahun xhalleshanuhu që të pranojë për nesh agjërimin dhe veprat e kësaj dite dhe të na bëjë nga ata që me të vërtet i shfrytëzojnë dhe i vlerësojnë mirësitë e Allahut xhalleshanuhu siç duhet. Miru takofshim në emisionet e radhës.